Unë mendoj që këta nuk kanë asnjë arsye me shku më në zgjedhje, s'ka nevojë edhe me kanë qatë shumë populist paktën që të fasë, sepse nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, i kanë numrat, e kanë pushtetin, qysh e kanë dashur, ashtu qysh e kanë kërku, kështu që nuk besoj që ka me pas ndonjë komplikim të qoftë në zgjedhjen e kryetarit apo nën kryetarëve të kuvendit apo në konstituimit të kuvendit, po edhe në zgjedhjen e presidentit nuk besoj që ka me pas komplikim, marr parasysh edhe emrat që po përmenden, pjesa më e madhe e tyre në një mënyrë apo tjetër janë të pranueshëm edhe besoj që nuk janë prej ma që kem pas president deri sot, edhe është një farë balanci, është një baraspeshje mbi bazën e cilës munden edhe me u vlerësu, po prapë se prapë marrë parasysh edhe vetë funksionin e presidentit, edhe rolin kushtetues që ka presidenti, nuk shoh që ka me pas ndonjë pengesë, sepse nuk i konvenon opozitës me shku edhe një parë zgjedhje. E qartë. Do të Rikoci, ju si pat qëndrimit e partive politike, të antarëve të partive politike në KXZ për të mos miratuar rezultatin zgjedhor të listës serbe, megjithse pati më pastaj vendim nga ana e PZP-s, por që një